Gjatë periudhës 4 vjeçare kemi dëshmuar se qeverisim për siguri dhe begati. Por tash na duhet që këto t'i rrisim dhe t'i ruajmë. T'i mirëmbajmë rezultatet, por t'i shpjejmë edhe më tej. Siguria është kushti edhe garancia e begatisë. Ndërka që begatia është kuptimi dhe dobia e sigurisë. Siguri dhe begati, begati dhe siguri, mos në shope. E kur themi siguri, e kemi parasysh rendin dhe ligjin, që e kemi vendosur cep më cep, integritetin territorial, sovranitetin shtetëror dhe tash që po flasim askund, as në veri të Kosovës, nuk ka struktura a grupe kriminale a ilegale të cilat mund t'i bëjnë ballë drejtësisë së shtetit të pavarur të Kosovës. Mund të ketë elemente kriminale, por kriminalet e mëdhej o janë burg, o janë vrarë, o kanë ikë në Serbi. Shteti i Kosovës ka ngallënyer mbi krimin dhe korrupsionin.